hetime, protesta dhe ligje të posaçme. Të gjitha përmenden kur bëhet fjalë për planet e qeverisë së Serbisë që ta zaventësojnë këtë kompleks të mbrojtur të dëmtuar gjatë bombardimeve të NATO-s më 1999 me ndërtesa banimi dhe qendra komerciale. Çfarë po heton zyra e prokurorit? Dyshimet për ndonjë dokument të falsifikuar që i ka mundësuar qeverisë serbe t'ia heqë ndërtesës së shtabit të përgjithshëm ushtarak statusin e trashëgimisë kulturore. Në mesin e të dyshuarve është ministri i kulturës. Blokaderska kriminalna tužilačka banda. Zyrtarët janë kundër përgjigjur me sulme ndaj hetimeve të prokurorit për krim të organizuar, teksa i kanë quar përpara planet për ndërtimin e kompleksit. Si? Duke prezantuar një ligj të posaçëm për t'ia hequr ndërtesës statusin që i garanton mbrojtje. Ovaj zakon je u svojoj brzopletosti propustio da prepozna da na samim tim građevinskim parcelama se nalazi nekoliko drugih spomenika kulture. Në mesin e tyre janë ish kazermat të regjimentit të 7 të shekullit të 19 dhe ndërtesa e vjetër e ish shtabit të përgjithshëm e njohur si Pallati i Gurit. Çfarë po planifikohet? Dizajni përfundimtar i projektit nuk dihet, por ekzistojnë disa sinjale. Vitin e kaluar, qeveria e Serbisë nënshkroi një marrëveshje me kompaninë e Jared Kushnerit, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump. Kompania e Kushnerit, Affinity Partners, nuk është përgjigjur pyetjeve për planet e së ardhmes në Serbi. Kur prokurorët i nisën hetimet, kompania e mohoi përfshirjen në falsifikim të dokumenteve dhe tha se fati i projektit është i paqartë. Autoritetet serbe shpresojnë që ndërtimi do të ecë përpara, duke argumentuar se ndërtesat e dëmtuara janë të pashfrytzueshme dhe që qytetarët do të përfitojnë nga kompleksi i ri. Znate li šta nama znači da imamo Trump Tower? Znate li šta to znači za imidž Beograda? Kush është kundër? Lëvizjet studentore, partitë opozitare dhe protestuesit antiqeveritar që protestojnë kundër prishjes së këtij monumenti modernist të shekullit të 20. Mi nećemo dozvoliti da se ruši jedan spomenik kulture, pošto sve ove zgrade iza nas su sad već deo istorije. Ja to kao građanka gledam kao jednu veliku izdaju. Izdaju zarad profita, izdaju zarad kupovine ostanka na vlasti. Ekspertët kërkojnë mbrojtjen dhe restaurimin e ndërtesës. Ovo delo predstavljaju delo primer moderne arhitekture koja ne pripada samo u srpskom kulturnom nasleđu, nego i nasleđu bivše Jugoslavije i čitave Evrope. Lokacioni i kompleksit të planifikuar gjendet afër selisë së qeverisë së Serbisë dhe disa ministrive.